Ndër pyetjet që na janë drejtuar në faqen xhamiambret.com është edhe pyetja se a lejohet të qëndroj në një tavolinë në të cilën pihet apo konsumohet alkooli. Së pari, duhet të dimë se Allahu i Madhëruar na urdhëroi për vepra të mira dhe në të njëjtën kohë na ndaloi edhe nga vepra të këqija. Dhe gjithashtu me urtësinë e tij dhe diturinë e tij, dhe kjo është prej bukurisë së Islamit dhe e veçantë vetëm për këtë fe, është se kur urdhëroi për veprat e mira, na mësoi Allahu i Madhëruar dhe na orientoi edhe drejt atyre rrugëve apo mënyrave që na ndihmojnë dhe na japin në sukses në veprimin e veprave të mira. E në të njëjtën kohë, kur ndaloi nga veprat e këqija, ndaloi nga të gjitha ato mënyra dhe ato rrugë që të shpihen dhe të lehtësojnë ty apo përfundimi të cilave është rënja në mëkate në veprimin e veprave të këqija. Për shembull, Allahu i Madhëruar ndaloi nga immoraliteti dhe nga dituria e tij e madhe dhe mirësia njëkohësisht e tij e madhe, na udhëzoi dhe na orientoi duke na ndaluar edhe nga ato vepra, ato rrugë, ato shkaqe që e shpihen njeriu drejt immoralitetit. Ndaloi nga immoraliteti, por në të njëjtën kohë ndaloi edhe nga shikimi i haram dhe urdhëroi pra për uljen e shikimit nga ato gjërat të cilat të shpihen ty drejt immoralitetit. Por kështu muslimani duhet të di se përveç faktit që i ndalohet konsumimi i alkoolit, në të njëjtën kohë i ndalohet atij edhe veprimi i atyre rrugëve apo mënyrave që fare lehtë të shpihen ty në konsumimin e alkoolit. Alkooli është i ndaluar, një çështje e ditur te të gjithë muslimanët, me ajetet e Kur'anit, me hadithet e Profetit alayhis salatu wassalam dhe me ixhmain, konsensusin e plot të dietarëve, të gjithë dietarëve të umetit pra të bashkësisë islame. Por në të njëjtën kohë nuk i lejohet muslimanit që të veprojë ato shkaqe që e shpihen drejt konsumimit të alkoolit. E ndër to shkaqe është edhe qëndrimi në atë tavolinë në të cilën konsumohet alkooli. Muslimani duhet të ndjejë xhelozi për urdhrat e Allahut. Pra kur sheh një mëkat që veprohet nga të tjerët, duhet të ndjejë dhimbje, duhet të ndjejë keqardhje për personin që kryen mëkatin, për mëkatin e kryer dhe në të njëjtën kohë duhet ta lutë Allahun që të mos jetë pjesë e atij mëkati. Po çto, nuk është e hijshme dhe as pak e rregullt për besimtarin e sinqert që të qëndrojë në një tavolinë ku Allahu kundërshtohet, ku kundërshtohen hadithet e të dërguarit e tij alayhis salatu wassalam. Pra si përfundim themi se nuk lejohet për muslimanin që të qëndrojë në një tavolinë ku pihet alkool. Dhe kërkohet për muslimanit që t'i këshillojë dhe t'i tregojë pjesëtarëve që janë duke qëndruar me të shoqërisë së tij arsyen pse nuk pranon të qëndrojë në një ambient të tillë, në mënyrë që ata të mos mendojnë gjëra të tjera duke u ofenduar më pas, por me mençurinë e tij, me urtësinë për Islamit, i tregon arsyen dhe me lejen e Allahut të Madhëruar, ata do ta kuptojnë dhe do ta mirëpresin qëndrimin dhe reagimin e tij.